Por tani mbi të gjitha në studion tonë sot është bashkangjitur edhe një e ftuar e cila është ndar dhe kënaqësi ta kemi në emisionin e mëngjesit, me të vërtetë, e sidomos kur na vjen edhe me çmimin e saj më të ri, të cilën e ka shtuar në sirtarin e saj. Mirë, po si çdo çmim tjetër, besoj që edhe ky ka peshën dhe rëndësinë e saj. Mirëmëngjesi, the one and only, them unë shumë shpesh. Mirëmëngjesi, Valbona, mirëmëngjes, Dritëro. Mirëmëngjes për gjithë shikuesit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi jam me ju. Drita, ne zakonisht në emisionet tona, kur i kemi të ftuarit, diskutojmë në lidhje me temën që i kemi të përditshme. I kemi temat shumicën e rasteve, i kemi temat më sociale, i kemi shumicën e rasteve për të vetëdijsuar, për të dalur njerëzit nga komfort zonat e shumta që po jemi mirë, mundohemi që dikush tjetër le të merret me këtë punë, që realisht duhet të jemi të gjithë një zëri për gjithë fenomenet të cilët po na përkasin, edhe po i heshtim, por kërkojmë ndonjëherë fatkeqësisht si qytetar, bajraktar, dhe kur shikojmë që po rregullohen punët, atëherë po aktivizohemi. Dhe tema e ditës sotme është, të cilën do doja ta diskutoja edhe me ty, përpara se të kalojmë edhe tek intervista. Tema është vendi ynë problemi apo mentaliteti, Drita? Vendi kur nuk është problem. Mendoj gjithmonë mentaliteti është problem. Po, njerëzit janë të ndarë në individ dhe turma. Turma vazhdimisht kërkon të udhëhiqet. Edhe gjithmonë individi është ai që bën diferencën. E vërtetë. Domethënë, po individi në këtë rast mbetet pak me një anë? Individi duhet marrë përsipër mbi shpatullat e tij gjitha përgjegjësitë që i takojnë, në cilin do dimension. Unë mendoj që individi humb qëllimin, e ka një qëllim, e ka një synim, për gjatë rrugës pastaj... Nisen sepse turma është më e fuqishme. Turma kërkon të udhëhiqet gjithmonë. Po, kërkon të udhëhiqet, por ndonjëherë është më e zëshme se sa individi. Gjithmonë është më e zëshme se është turma. Është turma. Dhe gjithmonë stepen, po kur shikojnë kështu shumë fenomene, në ndër vite që individet kanë dashur që të bëjnë ndryshime, por turma ka qenë ajo në komfort zonë që i kanë thënë jo. Edhe kemi shumë padrejtësi në këtë vendin tonë. Padrejtësi fatkeqësisht ka kudo. Dhe pak më parë që përmendet edhe shtetet më të zhvilluara kanë padrejtësi. Ashtu. Megjithatë, mendoj që vendi ynë është si është në këto situata. Do bëhet. Gjithmonë shpresojmë për mirë që do bëhet. Unë do vetëm pak një pyetje është lidhur me temën mirë, po çfarë e keni vuajtur më shumë, ja të themi gjatë karrierës tuaj për mentalitetin, sepse të themi që mentaliteti junë disi është stepur me një pikë dhe nuk asesi, domethënë nuk po ecë më përpara. Një gjë që e keni vuajtur më së shumti sa i përket mentalitetit. Nuk da e alë fajet mentalitetit kur, po politikat kanë qenë gjithmonë shumë të vështira për ne si popull. Me që sot është edhe protesta e studentëve të cilës do t'i bashkangjitemi të gjithë në 12 e gjysëm të ura e gurit. Më kthen në fillimet e mia, unë shkollën e mesme kam shkuar në Prishtinë të mësoj. Se në atë kohë në Strug e pa të mbyll gjimnazin në gjuhën shqipe. Dhe më thënë janë problematika që na përcjellin qysh nga ish Jugoslavia. Deja vu, Drita? Po. Sot kur kthehemi, edhe kur e kujtojmë, na duken si deja vu, gjëra të cilet pra përsëriten shpesh. Unë jam studente e Universitetit të Tovës, gjenerat e parë, student i cili vuri themelet mbi gjak. Dhe më thënë, vazhdimisht kemi qenë gjuha shqipe është më e vjetra dhe ka qenë gjithmonë e sulmuar. Që thot dhe Kadare, nuk asë një gjuhë në botë që sulmohet si gjuha shqipe. Fatkeqësisht ky është realiteti jonë në këtë nënqëllin. E jona është që ne ta mbrojmë. Në këtë Ballkanin ton të mirë, të bukur, që mentaliteti vazhdon që të jetë shumë arkaike dhe shumë shqetësues, fatkeqësisht. Unë të doja që kemi mesazhe që po miqdashu, faleminderit shumë për mesazhin në lidhje me temën, të fundit do ta lexoj. Si është vendi, ashtu bëhet edhe kuvendi. Të dyja janë të sakta, por edhe vendi, edhe mentaliteti, si vendi që jemi, me shekuj mbas.
Një tjetër mesazh të përshëndetje, vendi ynë dhe mentaliteti është si motor e vëlla, të pandashëm. I bashkon edhe gjaku. Shumë mirë. Atëherë miq dashur, do të kthehemi këtu në realitet se pse e kemi të ftuar sot Dritën. Sepse para ca ditësh, një film ku si protagoniste, si rol kryesore kemi Drita Kaba Karagën, dhe filmi quhet Burri i shtëpisë në regjinë të Andamion Murataj. U vlerësua me çmimin special në Bifest Bari, International Film Festival në Bari, dhe sot nuk do flasim vetëm për suksesin e filmit, por do të flasim për peshën që vjen me të. Ky është çmimi i parë, Drita, por do të flasim fillimisht njerë për rolin tuaj. Po, për filmin pak më shumë. Do doja nga regjia nëse i kemi ata insertet, t'i japim për t'u rikujtuar dhe shikuesve tanë se për çfarë filmi bëhet fjalë. Drita, filmi Burri u i vlerësua. shtëpisë. Burri i shtëpisë. Po, burri i shtëpisë është Frani, rol të cilin e luaj unë. Lajmin që mora çmimin në Bari të Italisë, e mora ditën e teatrit. Ishin Sa e edhe ky është bukur. ajo, sepse kam bërë skenari, kështu që po mi ka përcjell pyetje, Drita, të lutem, do fillojmë Nuk e di vash avash. shpyetje ke bërë Dritën. Po mi ka përcjell. Fantastike. Një rol interesant. Ndodheshin do doja ta theksoj se ndodheshin në Sofje, ishte me shfaqje Drita, dhe kur bë festivali, kur u nda çmimi, Drita ishte në Sofje, dhe nuk ishte në Bari në Itali. Sa po u futëm në Bullgari. Dhe shfrytëzoj rastin të tregoj që në teatrin Ivan Vazov, teatri shqiptar, është teatri i parë nga Maqedonia e Veriut që futet në teatrin Ivan Vazov, që është teatri kombëtar. Për herë të parë. Bullgar, po. Nga Maqedonia. Ja se kisha ditë këtë fakt. Kjo është Është për herë të historike. parë, dhe për herë të Historike. parë në këtë festival, kur futet, kur shkon domethënë për të performuar teatri shqiptar, Drita merr çmim me filmin e saj ku qëndron si protagoniste. Miq dashur, po i shikojmë edhe pamjet dhe bëhet fjalë për filmin Burri i shtëpisë në regji të Andamion Murataj. Drita, më thuaj, çfarë subjekti ka filmi konkretisht kështu? Flasim pak me Për pikat të temën, shkurtra. po. Po, është një temë sociale dhe ajo gjithashtu, është Frani, një femër që ka vendosur prej rrethanave të jetoj si një mashkull. Ajo nuk është një burnesh tradicionale, është një vajzë që duhet kujdeset për vajzën e vllaut, për babajnë e sajt, cilin e luan Bisli Muçaj, e përshëndes shumë. Dhe, do me thënë, e vën në këpucët e një mashkulli, ajo përpiqet çdo ditë, është një shofere furgoni, edhe bën punë ndryshme, do me thënë, shtëpia e Franit është një shtëpi ku ka limone, portokalla, është një vend e afër Tiranës, Zallher. Aty, do me thënë, ku ishte shtëpia e Franit. Edhe, Do të thuash që është motive ngjarje e vërtet? po ka, Është inspiruar, ndoshta. është inspiruar, regjizori e di më mirë këtë, se është edhe Diana, një burnesh e vërtet, e cila ishte pjesë e filmit, edhe ajo kemi xhiruar 2 skena bashk, ndërkohë dëgjojmë që Diana ndroi jetë. Gjatë xhirimit të Gjatë filmit. xhirimit, po. Shumë emocionale kjo. Edhe Prekse. vërtet prekse. Nuk e gëzoj as të themi Premierën sukses. nuk e priti. Wow. Sa, do me thënë, ne pasi këshim kryer xhirimet me Dianën, pastaj dëgjuam që ndërkohë që vazhdonin xhirimet, Po. morëm lajmin që ka ndruar jetë dhe ishte vërtet shumë. Ka qenë një shok Ndonjëherë emocional shumë shumë e i madh, dhimbshme. sepse jeni afruar shumë. Ndonjëherë thuhet Me që siguri që ke marrë edhe referenca prej asaj, por do të ketë diskutuar. Ajo më pëlqente që skena që kishim bashk, edhe ajo mirë të qëtërim në dyja veç, se i duke sha e ngjajshme si ajo, Aha, do të thënë shifte shpirtin binjak ta quaj. me siguri. Edhe vërtet më erdhi gjatë xhirimeve ndodhin gjithmonë shumë të papritura. Edhe kjo ishte një ndër ato goditjet që
emocionale që morën gjatë. Derisa Drita po na tregon edhe për rolin, unë disi po e ndjej që bëhet fjalë për një personazh, për një rol i cili është jashtëzakonshëm për një rol të jashtëzakonshëm. Pikërisht ajo sakrifica që shumë gra bëjnë dhe shumë gra e kanë atë rolin e babait, motrës, vllaut, nënës, gjyshit, të Unë kam një nën pyetje, kam Sigurisht. sepse burneshat të malësisë, ato dihet se si janë transferuar. Do me thënë, transformimi që e kanë bërë. Është e ngjashme, është ajo, po ajo linja, apo është diçka komplet tjetër? Nuk është ajo linjë, se kryesisht burneshat e malësisë në munges të vllaut. Kjo e ka vllaun, i cili është në Itali, rol të cilin e luan Astrid Ali Hajdari, një aktor i mrekullueshëm që vepron në Vjenë. Po, është në Austri. Edhe Zana, ajo e vogla. Po, shikojmë edhe këtu në pamje për na dalin. Është Merita është e Andamionit që na bëri bashk. Në më thënë, unë për herë pare takoj një Astridin. Edhe kishim gjashmëri si motër e vlla. Me Alesjen kemi kujtime shumë të bukura, po gjithmonë fat ka qenë që kam darë setin edhe me Ademin në rolin e priftit. Edhe Ademi ka patur një rol këtu? Është filmi i parë që luan bashkë me bashkëshortin? Me Ademin kemi qenë qyshte jo, edhe të koha e kometës. Kemi luajtur edhe film Shime Gjak, film shkolle. Po kështu mendoj flasë pas po diplomimit? Po film metrazhit të gjatë. Filmi metrazhit gjatë është filmi i parë, në mos gaboj. Jo, koha e kometës ka qenë. Po, në rolin kryesor. Unë, po fati madhe dhe fëmijë që i kishim bashkë, është si një... Në më thënë, Leja luan të një shitse, edhe Orgesi një djalë nga këto që miren me punë të pista. Problematik. Një sekser të quajmë. I vogël? Jo, ajo është 2 metrë, po... Sekser i vogël ishte në atë klasi. Edhe do të them që ky film paka shumë na mbledh bashkë. Po familjarisht, po ju familjarisht, sepse kemi detyrë. Mos ja japim falënderimin Ademit që ka qenë pjesë e filmit, domethënë është këtu e kemi këtu. Ademi ishte në rolin e priftit. Po ka qenë një personazh tjetër, jo familjar. Në furgonin e Franit, cilin edhe e falenderoj se edhe më ka ndihmuar jashtë kamerave. Ai furgoni ishte aq i vjetër. A që ishte vështirë për ta pozitur, a? A ishte i 85-ës. Sepse ishte koha, periuda kur gjiroheshte edhe filmin, po? Po një furgon i vjetër, se Frania atë që i ka mundësit, edhe lakmia për të pas një furgon 3, se në fakt nuk është e caktuar koha kur është, kur ndodhë, me që akoma jeton të Diana, ndërkohë që ne gjironim, edhe ka dhe të tjera, për cilat Andamioni ka bërë një dokumentar për burneshat e ditëve të sotme. Regjisori që ka zhytur shumë thellë në psikologjinë e pikërisht këtyre grave. Po, e bukur është sepse e ka kthyer burneshat të cilët gjithë i njohim në për malsinë e madhe, të cilët janë detyruar për shkak që duhet të ketë patriarkalizmi i dikushëm, të vihet në theks dhe ata janë privuar nga gjithë dëshirat e tyre. Sakrificën që kanë kryesisht burneshat janë për të pas drejtën e fjalës. Po. Edhe për të marrë pjesë sepse kjo kull ka një bajraktar, sigurisht. Edhe kryesisht për të marrë hakun e meshkujve të familjes. Por kjo është një dimenzion tjetër. Kjo është një dimenzion tjetër. Unë do doja të flasim edhe për sakrificat që e ke bërë, sepse Dritën e kemi njohur për flokët e saj. Këtu u detyrove që ti presësh edhe flokët Drita, u detyrove që të paktën të përshtateshe deri diku që të dukeshte personazhi sikur i ngjason një burri. Realisht ai vështirë. Jo, ishte më e pakta që mund ta bëja.
nuk të shqetësoj kjo, për herë të pari sepse unë prisja e di se flokët. kur mobilizohet drita komplet me qenie, edhe futet në personazh sepse do flasim edhe për Ajo është një ndër se sa e sakrificat. vështirë është për të shkëputur pastaj për Sepse personazhin. flokët tonë mbajnë shumë kujtime. Ndoshta dikush e ka shumë të thjeshtë ti prej, edhe mua nuk është që më bëhet shumë Varet vonë. kush sa prioritet ka. Kjo e nxjerrë në pa Pa. prioritetin, qëllimi që e ka. Është profesioni ai Dhe që flokët janë flokë thjesht. E para ishte që unë nuk mund të mbaja një paruke, se është filmi metrazhi gjatë dhe ka dhe ekrani i zgjidhje të madh. tjera, po. Ekrani i madh I tregon edhe tregon edhe gabime. nuk mund të ishte improvizim, domethënë. Kështu që nuk e vuna në diskutim. Të paktën tu fillu prej pamjes jashtme, Po. mënyra e të ecurit, e shumë çka tjetër. Po, ajo që ishte më e vështira është të futesh në lëkurën e Franit, ti është një person i ashpër me fëmijë, ashtu si bënte përpjekje Frani që ta edukoj mbesën, duke menduar që sa më po e Sa dhunshme më i vrasht të jesh, po aq më e mirë. Do të thënë që është një gabim që mbase edhe e bëjnë prindrit. Kështu e Mirë po, miritur. po ti drita ti e shumë e buci natyrë. Dhe kur detyruan që ta bësh këtë personazh kështu. po, ajo ishte e vështira. Dhe pas asaj, do me thënë nga gjysma e filmit, kjo lëndohet vajza. Pendohet për atë që e ka bë. Dhe te Frani kthehet amësia, ndjeshmëria e një gruaje del në pa. Mbase Domethënë ka një përzierje emocionesh të Po. shumta këtu në film, Po. e cila është shumë e vështirë për t'i luajtur, për ta shfaqur, por fatmirësisht ja që arrite. unë shpresoj, Po, përderisa shpresoj që po, përderisa. edhe juria në Itali e ka patur shumë të vështirë, sepse ka pas një konkurrencë shumë të ngjeshur me filma shumë, por ja që vendosi juria që një çmim special si aktore për këtë film, që ka dhuruar një emocion të papa, që se kam parë asnjëherë dhe kam vlerësuar drita. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me i njoh, Po, më njohin si njoh. Është Por ka festival ndërkombëtar. një vlerësim Që marrin pjesë shumë filma Realisht të më vjen botës. mirë, në fakt kjo edhe është më Si vjen e keq. keq. përjetove, po. Më vjen keq që nuk isha e pranishme. Se ishte po të njëjtën kohë kur mbaj shfaqja në Sofje dhe ndarja e çmimeve në Itali. Unë ju luta regjizorit, ai tha, po unë sa po u ktheva. Thash, po unë e kam të pamundur, unë kam shfaqje. Të lutëm shko mere ti. Pastaj mendoj kur i pash gjithë ata aktorë, gjithë ata artistë, pash që Festival, një gala ai ishte një mbrëmje festival, fantastike. Mrekullueshme. megjithatë nuk më vjen keq se Se kishte një mision tjetër. Ishe në pjesë Kishe- historike, isha- bëje histori me një rrugë, të themi kështu. Kjo është e bukur. isha me sot e teatrin kuptova. edhe marrë gjithmonë e kënaqësi. Pastaj publiku bullgar ishte me pankarta shqip. Wow. Na shkruanin përgëzime për punën tuaj, mirë se erdhët në Bullgari. Kjo Shumë ishte veçantë. kemi pas një pritje të jashtëzakonshme. Do të thënë ishin shqiptar këta në Jo, Bullgari apo ishin nuk- bullgar që nuk e ishin- di, apo kishin ishin studentë të gjuhës shqipe? Nuk Sepse e kam di, dëgjuar që kishin- ka studentë të gjuhës shqipe Ka që drejtim. studiojnë gjuhës shqipe. Po, po. Ka drejtim Po, gjuhës kishte- shqipe atje, po. Teatri studiojnë? ishte me 3 salla. Na tregoni pak për teatrin sepse un kam folur me Po. disa nga aktorët dhe kanë datë. Është një ndër dhe teatrat më të shihet- mira në Dhe shihet në shkëlqimi rajon, në sy kur flisni për atë Për teatr. Ivan Vazovi. Si e gjetë teatrin atje? Mrekullueshëm. Ndërkohë që bileta kishte kushtuar 20 euro. Dhe ishin shitur gjitha biletat. Kishte një leximore para teatrit. Edhe si jemi mësuar ne të ftojmë Miq, Për të po me parë. bileta, hajde ne ju lutem edhe po na me thot, lutje të shumta. Ajo libra shitësja që janë nuk mund të vi, tha, janë shitur gjitha Wow. biletat, nuk se ne eftuam, jemi Po. Gjejmë një teatri shqiptar, kemi ardhur prej Shkupi. Hajde, të Ajo urdhëron në bë, shfaqje. po, tha nuk mund vi se janë shitur, nuk ka bileta. Do të thënë e din raportin ndaj institucionit teatrit. Ndjehet, do me Ndjehet, thënë, po. vlerësimi për artistin. Vlerësimi për Ne artin. kemi përjetuar gjithandej ku kemi shkuar Po, me turne, po. edhe në
në Adana kur kemi qenë, edhe atje atje kanë ishin qenë të shitura 3 muaj ditë përpara biletat. Për 2 net radhazi. 2 net me radhazi, një Macbethin. sallë me 700 vende. Po. Domethënë 3 muaj ditë para ishin shitur të gjitha biletat ku njerëzit po thonin Nuk për mund të festival. gjenim një bilet për miq Nuk tanë, kishte për shembull, që bilet. mund na Që mund lajmërohesh. të bëje diko miq, Po. po ishin të shitura. Sa vlerësohemi- Edhe në bursa edhe gjithande. Edhe pse si gjuhë huaj, sa shumë vlerësohemi në vende tjera, Po, ndërsa ky në ishte një vendin ndër tonë edhe me komplimente që na lutje. dhanë se shumë bukur t'ingllon gjua shqipe. Këtu ku jemi te kjo, kam një pyetje. Thot, a mendoni se arti shqiptar vlerësohet më shumë jashtë se sa brenda vendit? Të ndërlidhe me këtë përgjigje që sapo e dhe pak më parë. Mendoj që arti vlerësohet nuk di ta them. Mirë po, Jo, të jemi realist drita tash. Të jemi realist. ti jemi realist, për shembull, përsëri po kthehem tek festa e teatrit 27 marsi. Patëm fatin që në të marrim pjesë, do me thënë, me një tip festivali mbrëmje gala që quheshin çmimet Ikar, që ato statujat ngjanin pothuajse me Oscar, ku vlerësoheshin të gjithë artistët. Edhe punëtor, njerëzit që punojnë Punëtor të skemë. në teatr. Edhe te ne nuk ka Një gjë të tillë. një mbrëmje të tillë, një vlerësim të tillë për artista gjeneratave ndryshme, për ata që punojnë pas skene, Pas kuintave, ata cilët janë të heshtur gjithmonë, Po. por pa punë Pa ata nuk bëhet pa ata nuk shfaqje. bëhet, sigurisht. edhe mendoj që sigurisht mungon vlerësimi. Megjithatë puna jonë është ta bëjmë me dashuri punën tonë, Mbi të gjitha. t'japim dhe të marrim kënaqësi. Pastaj çmimet Nga ajo që ndërkombëtare vinë lehtë sepse pasi nuk vlerësohemi në vendin tonë, të paktën bota e shet dhe na vlerëson, qoftë për gjuhën, qoftë për personazhin, për filmin, për produktin që po plasohet në botë. Mu të paktën më bëhet Pyesim një pyetje kështu Po. ndryshe. Filmi apo teatri drita? Unë doja ta bëja këtë pyetje, po Se do të e di lexohet. e di se frigohem kur e bëj këtë pyetje tek aktorët sepse ndonjëherë e din e kanë Jo, kështu jo, si jo, drita Po është me të realiste. vërtet mua seriozisht më intereson sinqerisht e them. E dim se, pël- sepse ku e- pasi ka fituar çmimin, tash do ta shikojmë. Ajo Filmi këmba apo ku fle më teatri, mirë. Gjithmonë teatri. Gjithmonë teatri. Në Drita, teatr po- marrim emocionet e gjalla. Po ja që Teatri është ndjen frymën, është ndryshe. Megjithatë filmi është një tjetër. është dimension tjetër. Unë Është besoj një që tjetër dimension, kënaqësia është pastaj kaq e madhe. kënaqësia është, po është një tjetër lloj, Po. Gjithësie. tjetër lloj ndjesie. Filmi është pritje, e pritje, 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 vetëm thjesht duhet rikujtimet, kalkulime, imagjinatës që të lidhish po. kalkulime, emocionesh. Do me thënë, skena që xhirohet në fund është në fillim ka përzierje, gjithmonë ndërsa teatri- duhet t'jesh çfarë ndodh mu para kësaj skene. Të Për t'lidhe përkujtohesh. emocionet. Domethënë duhet të jesh shumë inteligjent për të realizuar një film. drita. Sigurisht. Sa gjatë xhirimi i filmit pikërisht diku buri te shtëpisë? 40 ditë. 40 ditë xhirime, po për para përgatitjet kanë qenë me siguri 5 vite përpara. 5 vite Ka përpara. nis po punën Andamioni për të bërë me gjithë ekipin e tij. Dhe Edhe realizimi u bë. 40 ditë të mbash emocionin e njëjtë, karakterin të Që jetosh me t'lidhesh edhe të dalë. Po, po jo, te filmi, te teatri ka kronologji. Po. Se ka fillim, ka zhvillim, Po. ka kulminacion dhe pastaj ka zgjidhja e problemit edhe fundi. Po, edhe Ndërsa në si film si mund të personazh. bëhet, sot mund të xhirohet fundi, Fundi, nese mesi mund të është- xhirohet mesi, e kupton? Janë varësisht Dhe pastaj në apo, montazh ku rregullohet. ndodhet seti, po. Si ndjesi është më i Premierën bukur është kur e teatri pat se sa premierën si ishte ajo ndjesia kur pave? këtu është. Premiera u bë në festivalin e Sarajevës, të them drejtën, isha jo atë shumë entuziaste, sa që habitesha kur të gjithë spektatorët thonin Ja, kjo është. falemderit, falemderit, edhe unë qës nuk e kisha ndje ashtu si ata. Sepse ke kaluar dimensione tjera sigurisht gjatë përgatitjes të Kështu që personazhit. është e vështirë të shohësh një E vështirë është. film ku ti je protagoniste, edhe ne na ndodhe dhe mbase ne në teatr
Prandaj na pëlqen më shumë. Se ne luajmë dhe nuk e shohim veten. Po. Dhe kështu momenti kur e sheh veten, Në film si fillosh jemi- bëhesh edhe kritike dhe thua Në film jemi këtu detyruar është, me u ballafaqu me vetveten. Ndoshta kjo është. Kjo në gazetari më ka ndodhur edhe mua në fillimet e mia, sepse ende jam në fillimet e mia, mirë po më thonin duhet ta shikosh veten, që të shohësh gabimet ku i bën. Dhe unë që as se si dritroj filloja emisionin, E okay, sot do ta përfundoj edhe shikoj. nuk e shikoj më. E dëgjoj zërin them jo, nuk ka shansa, domethënë le të dalë ashtu si të dalë. Të gjithë e urrejmë është zërin okej, ton. po, Po, të gjithë e urrejmë zërin ton. Unë vetëm dua të di se kjo pjesa e filmit Me që jemi edhe 3 minutat e fundit, të fundit. shkurtohemi Po, pak më shumë. mua më pëlqen edhe ajo pjesa ku shkon në post-produksion vetë filmi, sa zgjatin që nga mbarimi deri tek premiera e filmit. Është një periudhë shumë e gjatë, saqë e harroni edhe Po, pak. filmi është xhiru para 3 vitesh. Shumë Edhe u dha vjet. Do të thonë 2 vite gati 2 më vite themi me po post-produksion. derisa u bë realizimi, montazhi. Ajo E është filtra punë e ka një shumë punë kolosale, profesionistë po. me tjerë Shumë. pastaj. Dhe Ekip. këtu është e keqja e aktorëve në përgjithësi, sepse ti jep shumë në një skenë dhe vjen në fund gërshërët regjizori që nuk më 20 përputhet sekonda. me skenën paraprake edhe fshije. Po pastaj filmi Dhe kjo është ndryshe se filmin e bëjnë kamerat. Në film e kanë rolin kryesor Realizimi. edhe kafshët. Po. Nuk është patjetër ti jesh aktor. Pastaj e vështirë të ndash setin me fëmijë. Ata janë po. atë të çiltër. Sigurisht. E kështu do me thëmë mirë, po Është teatri gjithmonë është. teatri gjithmonë. Teatri mban ritmin. Unë do dojmë E që jemi zemrës. edhe në Po. fund të 2 minutat e fundit, të cilët do të diskutojmë shpejt e shpejt, kështu. Nuk do flasim për planet, por më thuaj, nëse do të shkëputër, me që je shkëputër sot, çfarë do i flisje personazhit të filmit flasim? Çfarë do i thoje diçka tjetër? Do i thoja, Fran, si ti ka shumë gra, që kanë mbi shpatullat gjithë peshën e shtëpisë. Edhe pse nuk janë në rolin e burrit, Por kam peshu. kanë gratë mbajnë Ka një barë barrën shumë e të shtëpisë. Megjithatë është gjithmonë kënaqësi. Mirë po, është e vështirë. Nëse nuk na lehtësojnë jetën të pak në vetëm le të na vlerësojnë. Patjetër, po çdo njeri kërkon vlerësim për. Patjetër. E ndjen, domethënë, më pak lodhen kur ka vlerësim. Shumë e vërtet. Dita për mua ishte me të vërtet ndër dhe Shumë kënaqësi të emotive kemi në kështu, emision. Këto që e the, po më emocionon drita. Shumë e Se bukur. po mundohem të reflektoj, të kujtoj. Po është. Shumë e mirë. Gjithmonë kënaqësi të marrim miratim prej teje. Sepse ne trajtohemi si shoku i bankës. Shoku i bankës, sepse Gjatë gjithë projekteve, ulemi të dy së bashku. kur janë provat e tavolinës. Po, edhe po diskutojmë edhe po bëjmë pikë 5. Që edhe me mua ka fillu tash. Sepse diskutojmë të tillë. Çdo të tillë ka komunikimin, po është pozitiv. Jemi mësuar, është në rregull. Jo rastisht shikuesit e ndjekin në çdo emision që është. Sepse bëjmë pikë Përveç teatrit, Dritoroj është edhe si gazetar i dashur për gjithë. Shumë. Marrim shumë komplimente për drejtorin, për emisionin dhe për të Gjithashtu, gjitha dhe mendimet ti që ai vazhdoni një ndas. vajzë. Drita, unë të falenderoj shumë Shkat, faleminderit. për ditën që Faleminderit. erdhe sot. Për gjithë Faleminderit. të dëshiroj përzemërsisht që të shtohen çmimet, të Uroj shtohen të rolet në kemi filma, bashkë. por uroj që të takohemi në teatr bashkë. Patjetër. Sepse Ne jemi në Na teatr mori malli bashkë. më për një projekt Ne të jemi në radhës. teatr bashkë dhe do Ndoshta jemi ajo gjithmonë. Oskarit shumë aktorë edhe nuk e vlerësojnë më edhe çmimin vet, mirë po tu shtofshin sa 10 Oskare. Mirë po mbi të gjitha paç një jetë përplot me shëndet dhe sukseset mos ndalshin kurrë. Faleminderit shumë gjithashtu edhe ju mos Faleminderit. harrojnë të bëjmë ftesën për të Sot në gjithë. 12:30 të gjithë miq dashur. Jemi tek protesta. Tek ura e gurit. Drita, Gjeni faleminderit kohën shumë. pauzë. Ti Faleminderit, për krajin Valbona. studentët Ti për e krajin kemi sot, detyrim patjetër. moral. Patjetër.